nderuar shikues, përshëndetje, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt në News 24. Është takimi ynë së shtunës në orën 17 do të jetë një emision ku do të përqendrohet tek përmbytjet, detaje se çfarë kanë sjell këto ditë rreshjet intensive, banorët, familjet që janë evakuuar, banorët që gjenden në vështirësi, çfarë po bëhet dhe çfarë ka ndodhur, çfarë ndryshon nga vitet e tjera me këto përmbytje. Do të jem në studio në pjesën e parë të emisionit me Osman Stafën, me cilin do të jem fakt edhe për gjatë gjithë kohës, sepse sot pritet një takim i Ervin Salianit në qytetin e Korçës. Ne do ta ndjekim drejt për drejt të takim, kështu që do të jem me Osman Stafën në një lidhje në studio, pra në bisedë, ndërkohë që në lidhje drejt për drejt do të jem me Enrik Mehmetin më vonë me shumë mundësi nga tuneli i Llogaras, ku kemi përcjellë dhe është bërë virale video e futjes ujë që ka tuneli. Megjithatë, ne do të ndjekim fillimisht se çfarë ka ndodhur në një javë e menjëherë në studio me Osman Stafën për të thënë detaje nga terreni. Ka qenë për ditë me radhë duke ndjekur pikat më problematike ku ka patur përmbytje dhe vështirësi për të thënë pathonat këtu në studio. Ndiqni çfarë ka ndodhur në një javë që prej së hënës. E hënë. Berisha deklaroi se Rama do të ketë fundin e Maduros dhe se forca e protestës qytetare do ta përmbysë regjimin e tij. Adriatik Lapaj vijon protestën para kryeministrisë, deklaron se nuk do të tërhiqet pasi po vidhen miliona çdo ditë dhe nuk mund të hesht. SPAK kërkon arrestimin e Ballukut, vartasit e saj hapin 4 tendera të rinj, 90 milionë euro. Erion Velia i mungon në gjykatë, shtyhet seanca, kryebashkiaku përplaset me drejtorinë e burgjeve për shkakun. Maduro para gjykatës në Manhattan tha se është i pafajshëm dhe se është ende president i Venezuelës. Punonjësit e Hysem Belliu grupi bashkohen nismës së Kryqit të Kuq për dhurimin e gjakut. E martë. Shqipëria në ujë, përmbytje në Durrës, Lezhë dhe Gjirokastër, paralizohet lëvizja. Mos harron 20 shkurtin, Shqipëria si Venezuela, Berisha thirrje Ramës të jap dorëheqjen. Gjendja e jashtëzakonshme në Venezuelë, një zgoditje ndaj gazetarëve dhe opozitës. Protestat antiqeveritare, val arrestimesh në Iran, Trump ofron mbështetje për protestuesit. E mërkurë. Mbyllet rruga Qukës Qafploç, aksi 260 milionë euro i Ballukut del jashtë funksionit. Birn, zvarritja pa afat e mbledhjes për Ballukun shënon precedent të rrezikshëm. Akshi refuzohet kërkesa e drejtoreshës së krimit kibernetik për kthimin e 8 telefonave. Oficeri i policisë vret një grua gjatë aksionit ndaj emigrantëve në Minneapolis të SBA-s. Trump do shesin 50 milion fuqi nafte nga Venezuela, fitimet për SBA-n dhe Venezuelën. Silvinio rinovon kontratën me FSHF-n në krye të kombëtares deri në korrik 2026. E ejte. Zjarri apokaliptik shkrumbon magazinat tek tregu i rrobave në zonën e 5 Majt. Viktima e parë nga përmbytja Dursakët ngrihen në protestë, përplasen me policien. Përmbytjet dhe vdekja e punonjësit në Durrës, hetim tenderit 19 milionë euro për hidrovorin. Rimbursimi të VSH-s për tunelin e Llogaras, tatimet mbyllen syt e toleruan skandalin. Do përballemi me kartelet e drogës, Nancy Van Horn takon krerët e rinj të SPAK dhe BKH. SBA tërhiqet nga 66 organizata, përfshirë Komisionin e Venecias, Rubio i cilëson të padobishme. E premte. Hetimi për Ballukun, kontrollet e Karbër Abazi dhe të tjerë për tendrat e Unazës së Madhe. Me skandaleve dhe përmbytjeve, qeveria mblidhet në pallatin e brigadave.
Komiteti i Emergjencave Rama premton kompensim për të prekurit nga përmbytjet. Berisha mbledh opozitar në Tryezë, Shqipëria, një narkoshtet i rrezikshëm për Europën. Zjarri tek tregu 5 maj, Blushi, nëse u vu për të ndërtuar kulla, do padisë Ramën si zjarrvënës. Irani në flak, protesta masive kundër regjimit, a 10 të vrarë, ndërpritet interneti. Një përmbledhje gjitha ngjarjeve të javës, ngjarjet kryesore, ndërkohë mirëpres Osman Stafën në studio. Osman, përshëndes, mirë se vjen. Mirë se gjetat, faleminderit ty. Lidhja jonë e fundit nga terreni ka qenë me çizmet, me ujin shumë centimetër dhe me vështirësitë që ke përcjellë situatat nga Durrësi. Situata e fundit e vështirë që pe dhe për të na përcjellë në studio me detaje, me informacione. Isha ditën e sotme në fshatrat ku ne kemi zhvilluar edhe lidhjen së bashku, në Vadardh, ku Erzeni është sprapsur dhe ka lënë vendin dëmtimeve të mjaft mëdha që ka shkaktuar ajo furi e madhe uji që sipas banorëve ka ardhur ndryshe nga çdo herë tjetër. Pra nëse deri përpara 5-6 vitesh deklarojnë banorët kur ka qenë përmbytja e fundit, pra ku Erzeni ka arritur një nivel 20-30 cm, këtë herë ka arritur tek shtëpitë të cilat nuk kanë qenë përmbytur kurrë përgjatë gjithë këtyre 25-30 viteve të fundit. Dhe pse ka ndodhur kjo? Banorët nuk din ta shpjegojnë këtë lloj fenomeni sepse deklarojnë se 3 muaj shi nuk do ta bënte këtë çfarë ndodhi. Dhe ata deklarojnë se ndoshta rezervuare apo ujëmbledhës të caktuar, liçene artificiale të cilat janë në zonën e Tiranës, e jo vetëm janë hapur për shkak të mbushjes tyre, e më pas Erzeni ka bërë këtë çfarë ka bërë. Të paktën nga ajo se çfarë kemi parë ditët e fundit. Situatë problematike e fillimit ka qenë pjesa e Durrësit, e zonës së Ish-Kënetës, apo edhe zona si Spitalla, apo zona e zonës urbane pranë Durrës, ku shikoje mjaft qartë dëmet e mëdha të cilat ka shkaktuar përmbytja në për biznese, në për shtëpi, tek banorët të cilët jetojnë në ato zona. Deklarojnë se përmbytje të tilla, pra nuk ka ndodhur ndonjëherë, sepse rreshje bien vit për vit. Pra ne jemi një vend i cili ka rreshje të vazhdueshme, por përmbytje të tilla të këtij niveli nuk kanë ndodhur. Deklarojnë se hidrovorët në Durrës nuk kanë punuar siç duhet. Flasim për një hidrovor tek Porto Palermo, Porto Romano ndjes, dhe aty deklarojnë se ky hidrovor i ri i krijuar nuk është në standardet e kërkuara, e përpastoj nuk ka bërë siç duhet derdhjen e ujit në det, madje deklarojnë se duhet arrihet një nivel për 70 cm që e mbushur me ujë, më pas ajo të filloj të shkarkoj ujë në det, sikundër edhe tek hidrovori në Hamallaj, deklarojnë se edhe aty nuk ka punuar sipas siç edhe kërkon edhe protokolli. Pak në shikoje të pamje, këto ishin të vazhdueshme, i kam parë edhe në ditën e sotme, po patjetër, sepse bëhet fjalë për zona të Durrësit të cilat janë fshatra që mbahen me këtë formë. Për shembull, isha sot në Rrushkull të Durrësit. Edhe aty ka një problematikë të madhe, apo jo? Po ka problematikë sepse Erzeni çfarë bëri? Mori përpara nga Vadardha, tek Katundi i Ri, tek zonat e tjera me radhë për të dalë në zonën e fundit që është Rrushkulli. Dhe atje realisht kishte vajtur ujë 1 metër e rreth 20 cm. Por nuk ka ndodhur, e deklarojnë vetë. Nuk ka ndodhur kurrë. Dhe deklarojnë se ka ndodhur diçka, nuk mund të vi kjo me 5 ditë shi të vi në këtë lloj forme. Pra, ka ardhur Erzeni, ka dalë nga shtrati, situata më e vështirë ka qenë përpara 5 vitesh, sprapse direkt ikën, por të qëndroj për 3 ditë, siç thon banorët, nuk është parë ndonjëherë. Ajo çka është, por në këto ditë është krijuar një vështirësi dhe një problematikë shumë e madhe për banorët dhe dua të sjellim pak në studio disa detaje nga vetë banorët, çfarë thonë, si kanë kaluar këto orë për ta, si ka kaluar nata për ta, problematikat që janë krijuar dhe ka patur Kjo ishte, këtë e kam parë për gjatë gjithë kohës, domethënë ishte kjo situata në çfarë niveli. Ajo çfarë pas për gjatë gjithë këtij rrugtimi që unë kam bërë nëpër fshatrat e Durrësit dhe ku themi mijëra hektar tokë janë në ujë, pash që kanalet ishin të papastruara. Ato i kishin mbytur ferrat, barishtet e të tjerë. Pra ishin kanale goxha të mëdha, të cilat në këtë kohë do duhet ishin pastruar. Unë sfidoj këdo sepse ishin kanale shumë të rëndësishme
për pjesën e kalimit të ujit. E sfidoj këdo të shkojmë në Katundëri, të shkojmë në, nuk e di, në Vadardh, nuk e di, në zonat e tjera ku isha në Rushkull sot, për të parë kanalet të cilat banorët thonin kanë 3 vite pa u pastruar. Banorët thonin kanë 3 vite pa u pastruar. Sepse sipas tyre, pra unë takova dhe persona cilët ishin rreth 80 vjeçar, cilët deklaronin se në kohën e komunizmit, pra ajo ka qenë për shembull për zonën e Kërnetës apo dhe zonat e tjera të cilat u than nga sistemi komunist, nuk pasi ato u than, u ndërtuan kanalet, pastroheshin, nuk ndodhin përmbytje. Pse po ndodhin tani? Po, por Osman kam parasysh që vetë kryetarja e bashkisë nxirrte pamje në postimet në Facebook nga IKMT-ja duke pastruar kanale. Pra, duhet të jetë situata e tillë që të vjetë vendosje, pra, dhe është 3 vite që ndodh. Po ama pra, në qoftë se ti shkon tani pi lëngun për t'i pastruar ato kanale. Nuk ndryshon gjë. Nuk ndryshon asgjë, sepse ti ke me, nuk e di sa kanale në Durrës, në përfshatrat e Durrësit, që, ja, ku i ke? Shiko çfarë është bërë aty. Nëse flasim tani për një situatë më kritike, ku është? Sepse më pas do të ketë edhe ulje temperaturash, do të vijojnë ngricat, përmbytjet do ja lëmë situata kritike aty është sepse ata banor, pra kanë humbur çdo gjë tek shtëpitë e tyre. Pra nëse uji shkon 20, 30 apo 40 cm në për shtëpi, normalisht i ke humbur çdo gjë aty, sepse uji po të qëndroj nuk mundet do të madje dëmton edhe shtëpinë, edhe sikur mos ke gjë fare aty. Jo më pas ketë rendite çfarë kanë ata mjetet elektroshtëpiake etj, çfarë ata kanë nëpër shtëpitë e tyre. Por diçka tjetër, përpara se dalim aty, janë gjitha këto toka të cilat këta banorët, pra me çfarë unë kam takuar i kanë të mbjella, ku jemi këtu? Ku jemi këtu? Këtu nuk e di specifikisht, por sepse janë dhe pamje me dron, janë po, dakord, rrethina. Dhe nuk e kuptojmë dot, domethënë, por janë zona të mbjella me jon shtoshin njerëzit, me grur, apo edhe me produkte të tjera, dhe që deklaronin se i kanë humbur, sikundër kishin edhe zajret e tyre për dimrin, për kafshët e tyre, edhe ato i kanë humbur totalisht. Madje më deklaroi dikush sot që kishte shkuar kryetarja e bashkisë Durrësit për takuar disa banor në zonën e pra teksa isha ditën e sotme në Rushkull, dhe ku i kishte thënë që okay, për ato dëmet brenda shtëpisë do sjellim ekspertët, do t'i vlerësojnë, do të merrni dëm shpërblimin. Ndërkohë, për çfarë dëmesh ka shkaktuar në tokat tuaja bujësore, ne nuk do bëjmë asnjë gjë, nuk japim asnjë dëm shpërblimi. Edhe ato dëm shpërblimet po ata njerëz me ato mbahen gjithsesi. Po tek njerëzit qëndrojnë pak, si ka kaluar nata për ta këto ditë. Flas për ato familje që nuk janë evakuar. Evakuimet janë bërë me dije sa kanë qenë, pak kanë qenë fakt, nuk është se kanë qenë. Jo, evakuimi ka pasur goxha, sidomos. Jo, e kam fjalën pak nga ato që duhet të ishin realisht. Po, patjetër, pra, kanë qenë në raport me rreziku, në raport me ujin, pra, ti kishe 2 kategori. Një pjesë e atyre familjarëve, pra të cilët kërkuan dhe merrnin telefon për të bërë evakuimin, kishte, pra në fillimin fare, për shembull në zonën e Vadardhës, kishte goxha. I familjeve që duhet evakuoheshin, por që kanë... Dhe banorët, kur shikonin pikën kritike, që shikonin nivelin e ujit që po rritej, sepse Erzeni ata thanë erdhi me shumë furi. Domethënë, sikur kisha hapur një kanal të madh dhe ai ujit na merrte përpara dhe arriti një lloj lartësie të konsiderueshme që në momentet e para. Aty më pas kanë kërkuar ndihmën e ushtrisë sepse nuk dilnin dot ndryshe, sepse kishte një fenomen. Banorët hapën dhe pusetat e tyre, pra në momentet e para, me shpresën se uji do duhet largohej. Por pan dhe çfarë ndodhi më tej është se nuk dini ku shkilnin, sepse mund të shkojen në ose në kanal ose në puset. Dhe do ishte shumë e rrezikshme, po ndodhi edhe në një rast tjetër me atë makinën e ushtrisë. Ka patur rezistencë fillimisht, deri ku nuk mund të ishte pikë kritike për t'u evakuar, flas nga vetë banorët. Në disa raste po. Në disa raste po. Sepse duhet kuptuar dhe kjo pjesa e hezitimit. Sepse kuptohet kjo ose evakuoi një, pra e zëm gjithë familja, por kryefamiljari vendoste të qëndronte aty. Sidomos në rastet kur kishin shtëpi 2 kaçe, ose kishte edhe raste që ke shtëpia 2 kaçe qëndronin gjithë familjet, sepse ishin në një lartësi të konsiderueshme, por ka pasur frikë për çështje vjedhjesh. Pra aty ata kanë pasurinë e tyre, kanë punuar një jetë në emigrim për të ndërtuar një shtëpi e për të blerë ca plaçka për të futur brenda. Dhe ato ndodhen në pushtetin e ujit. Dhe çfarë bënin duke pasur frikë se mund të kishte vjedhje apo nuk e di se çfarë ata mendonin, qëndronte kryefamiljari apo një djalë brenda ambienteve të asaj shtëpia apo tek një komshin nëse kishte shtëpinë 2 kaçe, apo gjithë familjarët më qelloi një rast që ma treguan, kishtin 4 shtëpi 1 kaçe, njëri kishte shtëpi 2 kaçe dhe ishin grumbulluar gjithë 4 familjet
tek zotëria që kishte shtëpinë dy kaçe dhe uji kishte arritur një nivel shumë të konsiderueshëm, gati 2 metra, pra në zonën ku kam qenë ditën e sotme. Tani, rreshje ka patur sot edhe intensive, të paktën duke u referuar Tiranës, Durrësit, por përmbytje duket se është stopuar si situata. Jemi drejt një përmirësimi dhe nëse flasim për atë protestën që u organizuar përpara bashkisë, ka përsëri frymë për të protestuar dhe kush proteston? Patjetër që ka frymë për të protestuar, sepse Jo, ndihet kjo fryma? Se arsye ka plot, po frymë për edhe për këtë situatë, sepse kjo nuk erdhi thjesht nga Zoti. Pra do duhet të jemi qartë. Nëse ti nuk pastron kanalet, nuk vendos në maksimum tyre hidrovoret. Nëse ti hidrovorin e vjetër e nxjerr jashtë funksionit dhe ndërton një të ri, i cili nuk funksionon siç duhet, normalisht ka përgjegjësi shtetërore, përgjegjësi institucionale. Prandaj, për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që njerëzit do duhet të reagojnë dhe të kërkojnë përgjegjësitë e tyre, sepse po përmbyten vit pas viti, e ndërkohë po zëvendësojnë plaçket e tyre vit pas viti. E qartë. Osman, do ta ndërpresim si bisedë, por do të rikthehemi pak më vonë, sepse do të na duhet të ndjekim një takim të drejtë për drejtë të Ervin Salianit në qytetin e Korçës. Rikthehemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë, nderuar shikues, ju kujtoj se pak më parë po ndiqni takimin e zotit Saliani në qytetin e Korçës, ku ndoqëm drejtë për drejtë dhe fjalën e tij dhe me të kthyer tani me Osman Stafën, duke qenë se mbulon zhvillimet brenda opozitës, zhvillimet politike, do doja ta pyesja një koment lidhur me këtë takim. Është i sati takim ky i Salianit që organizon? Është mos gaboj 4 ose 5 takim që ai zhvillon nëpër çarqe të caktuara të me një vendit. pjesëmarrje të konsiderueshme, duhet thënë. Po, një pjesëmarrje të konsiderueshme, por për mua këto janë takime që i bëjnë mirë Partisë Demokratike. Por çfarë të bëri përshtypje sot nga fjala Salianit? Të paktën kishte disa momente që Ervin Saliani deklaronte se thoni se s'kemi njerëz, thoni se nuk mbushim dot sheshet, ja ku janë njerëzit na hapni krahun, diçka e tillë. Pra duket se Ervin Saliani takim pas takimi po del më i drejtë për drejtë për atë çfarë synon, sepse në fillim fare, pra edhe pse ka pasur disa eksponentë të rëndësishëm të Partisë Demokratike, të cilët nuk po shikojmë më në për këto takime, ndoshta edhe presioni dhe këto deklaratat se Saliani është i vetë përjashtuar, apo mesazhe që i çohen antarësisë Partisë Demokratike, dhe disi më duket kjo koha, më duket si koha e 2021-shit, kur Basha përjashtoi Berishën, edhe Berisha filloi foltorin e tij dhe ndaj demokratëve çoheshin mesazhe apo deklaroi që ato janë takime të cilat nuk janë pjesë zyrtare e Partisë Demokratike. Më duket si një lloj deja vu-je e përsëritur e kthyer. Osman, përmend faktin që këto takime i bëjnë mirë Partisë Demokratike, i bëjnë mirë opozitës. Si e konsideron që Saliani në asnjë moment nuk e përmend, nuk e artikulon Berishën? Sepse Saliani të paktën në gjithë takimet që ka bërë, në fakt është treguar i kujdesshëm, pa përmendur edhe pse në fakt nga zoti Berisha ka marrë akuza, dhe janë akuza mjaft forta që thonë se foltorët e Salianit është duke i organizuar individ krimit organizuar. Më thonë dhe kjo ishte mjaft qesharake, ndërkohë nga ana tjetër thonë që po i shërben Edi Ramës, nga ana tjetër ne pam që vetëm News 24 po jepte edhe transmetimin. Është vërtet, ishte i vetmi transmetimi drejt për drejt i fjalës Salianit, por çfarë synon Saliani sipas teje? Sipas meje, Saliani po kërkon të ndryshojë faqet Partisë Demokratike. Po ti shikosh edhe fjalët e folësve të tjerë, të cilët unë disa prej tyre, duke qenë se jam pra një gazetar i cili mbulon zhvillimet e opozitës, duke qenë protestat apo angazhime të tjera, edhe i njoh. Pra i kam fytyra të cilat më vinë të njohura dhe janë njerëz të cilët kanë dhënë vite të tëra për Partinë Demokratike. Dhe po të dëgjosh fjalët e tyre, të cilët janë edhe më të drejtë për drejta dhe pa diplomaci, ndryshe nga çfarë Saliani përdor, kërkojnë atë ndryshimin e leadershipit të Partisë Demokratike. Mendojnë se ata të cilët e kanë drejtuar këtë forcë politike, e kanë drejtuar për 35 vitesh, nuk mund ta drejtojnë më. Se nuk çfarë do po mjel një lop e cila e ka mbaruar qumshtin, e nuk e më çfarë i mjelësh. Edhe këta vetëm janë duke Po, do të mundet të arri i vetëm Saliani, nuk ka njerëz tjerë kreti, as një antar i kryesisë, as një antar i Këshillit Kombëtar. Si shihet kjo në takimet e tij? Tani për të parashikuar të ardhmen bëhet pak e vështirë, por nëse shikojmë takimet, janë takime si nisja e foltoreve të Sali Berishës në 2021-shin. Pra, po të hapim ato pamjet e asaj kohe, janë foltoret që Berisha i nisi që i kishte plot,
edhe Saliani këto takimet, jo, po them si nisje. Pra po them si nisje. Me një synim të caktuar. Jemi sot në një moment vështirë. Unë do ma lejosh të them këtë pjesë. Unë mendoj se patjetër, unë mendoj se sot më shumë se kurrë në Shqipëri ka arsye të forta për të protestuar. Lëri akuzat e opozitës, harroj. Shumëzoj me zero të gjithë. Kushdo person është demokrat, s'është demokrat, me parti pa parti, shumëzoj me zero. Vetëm merr atë çfarë thot Spaku. Unë nuk mendoj se në Shqipëri pra ka mbetur person i cili dyshon atë çfarë Spaku ka mbledhur si prova. Dhe të kanë dalë provat qartazi. Belinda Balluku, mesazhet që komunikonte me tjerë se ka thënë Edi Rama këtë, ka bërë pazarin këtë matan, apo ministrat të tjerë, kryetari i bashkisë. Tani korrupsioni është sheshit, nuk mundet dot më një qeveri tec në këtë lloj forme. Dhe është fatkeqësi që opozita nuk mush dot sheshet. Tani dy gjëra janë. Ose opozita nuk mush dhe besimi i njerëzve tek opozita është zero, ose njerëzit kanë thënë ne nuk do qëndrojmë pak këtu. Interesohemi më se çfarë ndodh në Shqipëri, që nuk e mendoj se është kjo. Kam këtu parasysh mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike. Dole dhe data, është 24 janar, një tjetër protestë kombëtare. Te kjo fryma e të mbledhurit të njerëzve, sepse artikulohet nga vetë Berisha, madje merr shembull vende tjera apo protestat në përbot. Por në fakt, protestat në përbot janë ato që ne kemi parë, ku mbushen e të mbushen sheshe, madje ka rezistencë që ndrohet aty, por protestat e opozitës nuk po marrë atë të fundit, se ishte protestë kombëtare dhe pati një numër të konsiderueshëm. Jo, përsëria jo. Por gjithsesi nuk po arrihet të mblidhen në një të mbushet sheshit. Ka qenë një protestë e 7 korrikut, ku përsëri mund të hapen edhe arkivat, kishte më shumë njerëz, të paktën se sa edhe protesta e para disa kohëve që u organizua nga Partia Demokratike. Pra, do duhet theksuar, ka një moment dhe këtu nuk mund të fshihemi dot më. Pra, unë e thash, arsyet për të protestuar për arsimin, për shëndetësinë, për ekonominë, për pensionet, për gjitha aspektet e jetës, e di se po e lidh me Durrësin prap. Isha sot që hyra në një shtëpi, atje ishte një nën me 2 fëmijë e tim, e kishte humbur bashkëshortin diku 33 vjeç, dhe merrte nga shteti shqiptar ndihmë ekonomike, jo pension për fëmijët, jo statusi, pra ndihma për statusin jetim, po merrte 40.000 lekë. 40.000 lekë, 2 fëmijë nuk i blen dot 2 kostume. Nuk i blen dot. 2 kostume, po të them, në vit, ti blesh me 40.000 lekë, pra nuk ja blen dot. Tani, ideja është, arsyet janë shumëta për protestuar. Njerëzit kanë dalë, 35 vite kanë parë protesta. Atëre, pyetja është çfarë duhet të ndodhë që të krijohet kjo fryma për të krijuar protestat mira, protestat cilësore. Të gjithë duhet ta kuptojnë. Sepse ne kemi një debat për keqeverisjen, nga ana tjetër kemi një debat për opozitën. Si qëndrojmë këta? Unë mendoj se teksa e ka provuar kjo opozit me këta individ, që ka, dhe nuk ka mundur dot t'i mbush sheshet, pra që nga kryeministria deri tek Ministria e Brendshme, se kanë qenë mbushur, 2019 kanë qenë mbushur, do t'jemi të sinqert, kanë qenë mbushur dhe me një nivel, me densitet mjaft madh njerëzish, tani nuk ka më. Po si dilet nga kjo situata? Vetëm me ndryshimin e leadershipit, ata njerëzit aty të kuptojnë se ndoshta ora politike, disa individë aty ka një fund, ora çdo kujt i ka. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ne e marrim se etalon, shembull etj, thot ai presidenti mund të rinë në pushtet deri në 8 vite. Po mirë, aq budallë janë ata, kishin lënë ata sa të ketë jetë njeriu. Pra, do duhet të kuptojmë që tani ka ardhur një moment kritik që njeriu do duhet të mendojë përpara interesit të tij, interesit të Shqipërisë, nëse bëjnë be rufe për Shqipëri. Se nëse pastaj bëhet fjalë për interesin e tyre, pastaj këtu s'kemi çfarë i bëjmë. Kështu do vazhdoj derisa Rama të ketë jetë për të mbajtur pushtet. Është qartë. Mirë, do të kthehem tani tek pjesa e përmbytjeve, madje regjia me ta patur gati Enrik Mehmetin nga Vlora të më jap sinjal për të lidhur edhe me të drejt për drejt për sa i takon Vlorës, çfarë problematika ka aktualisht, si është dita e sotme, çfarë thon banorët, kështu që do të vijoj të qëndroj me Osmanin në këtë bisedë së bashku për qarkun e Durrësit, aty ku Osmani ka prekur më tepër e ku ka patur problematika më të mëdha. Ishim këtu pak më parë, Osman, dhe po thon, po. E ti çfarë më ka bërë përshtypje ke këto pjesa e përmbytjes, pra shikoja 2 realitete. Ne ishim në Tiranë dhe normalisht nuk ishim zona këtu të përmbytura, problematika. Normalisht në informacione e marrim nëpërmjet raportimeve, media ku shkon në terren, apo
kur shikoje faqet e pushtetarëve, qoftë në niveli qendror apo edhe lokal, ti shikoje se nuk ishte problematika. Më pas kur shikoje mesazhet e njerëzve të cilët të kërkonin dhe çonin foto e video, që shiko se na ka vajtur ujë 1 metër. Shkoje ti në terren, shikoj një tjetër realitet. Po i është shumë e shpifur, madje është bërë shumë e turpshme që ata pushtetarë atje, të cilët nuk kanë zero llogaridhënie ndaj publikut, për dalë përpara gazetarëve, për të mbajtur konferenca etj, por çfarë bëjnë? Marrin atë 5 veta aty, marrin një kamerë, marrin një montazhier, edhe vetë filmo, vetë bëj montazh, vetë përpuno, vetë publiko, edhe del ti që këtu nuk ka asnjë lloj problemi. Marrin aty çfarë marrin kryetar njësi administrative, marrin një drejtor, marrin një nën drejtore çfarë marrin, dalin bukur aty, veshin një palë çizme, edhe thua ti këta tani u friksua dhe u spraps me njerëz apo pa këta. Dhe është shumë e turpshme, dhe është një propagandë shumë e poshtër, që njerëzit nuk i shpëtohet. Këtë kam si frymëzim nga njerëzit. Këtë çfarë po them tani, nga komunikimet e pafundme që kanë pasur në terren, po vinë aty për çfarë ke ardhur? Jo, a je mirë, po si jam mirë? Pse se ke pastruar kanalin? Jo, a i konsiderojnë të paktën, a i dëgjojnë, a i... Jo, njerëz, po çfarë ti dëgjojnë, ata kanë humbur çdo gjë aty, me baktie, me çfarë kanë humbur aty, dhe këta i vinë tani çfarë ke ti nevojë. Po pse se pastrove kanalin? Ke kishe 3 vite nuk e pastrove. E pastrojnë tani, dhe nxjerrin pa. Pra, tani dalin me nxjerrin fadromat, nxjerrin mbeturinat, thua ti që farin e ka shiu edhe mbeturinat. Po edhe njerëzit do duhet ndërgjegjësohen për të mos hedhur mbeturina, por nuk e kanë farin ato mbeturina që nxjerr kryeministri aty. Është situatë skandaloze dhe turpshme. Shoh që kam dhe Erikun, Erik Mehmeti, faleminderit që je drejt për drejt me mua. Përshëndes, si është Vlora sot, qarku i Vlorës dhe pikat më problematike ku ke raportuar për gjatë gjithë kohës në News 24? Fatmirësisht, tashmë situata është normalizuar, nuk patëm një situatë ashtu siç edhe në vitin 2015, normalizuar flas në aspektin e shirave, por problematika pasojat janë shumë. Për problematikat flasim, po, për pasojat çfarë bëhet, po. Janë shumë të mëdha, ka problematika pasi nëse e keni ndjekur ditën e dieshme, ka shkitur një faqe mali në fshatin Bashaj, ku ka pasur dhe aktualisht është punuar për gjatë gjithë ditës që të hapi rruga, ishin izoluar rreth 100 banor në këtë zonë. Aktualisht në momentet që ne flasim, qoftë pjesa e lumit Vjos në një farë mënyre është e normalizuar, por problematik gjendet në zonën e Llogaras ku rruga është bllokuar nga dëbora. Duket që këtë herë situata ishte vërtet shumë serioze, pati banesa në ujë, u evakuon rreth 20 familje dhe pritej ajo pra situata më e keq. Nëse do të kishte vazhduar edhe disa orë shi, patjetër që do të kishim një situatë jashtëzakonisht shumë dramatike për sa i përket dëmeve. Dëmet në vitin 2015 kanë qenë. Erik, fokusohemi pak tek tuneli. Gjatë kohës që ishim në emision drejt për drejt dje në mbrëmje, patëm në redaksi pamjet e tunelit që futej ujë. Të lutem, për cilë detajet ne në fakt kemi kërkuar për të na u interpretuar edhe profesionalisht kjo pjesë nga ekspert caktuar, por nuk e kemi patur të mundur deri në këto momente, të paktën s'ka qenë dikush që për të shkuar aty të flasë përpara kamerës se çfarë ndodh, kush është problematika dhe kush është rreziku. Të lutem jep informacionet që ke. Për sa i takon tunelit. Nuk e di e kam Enrikun apo Iku? Po, më dëgjon? Po, të dëgjoj tani. Nuk e di, e dëgjove pyetjen apo jo, Enrik? Po, e dëgjova. Për sa i përket situatës tunelit, kam pasur edhe unë sinjalizime nga banor të ndryshëm, po ashtu edhe për sa i përket pamjeve që ju shprehni dhe ka nevojë për një analizë të thelluar, sidomos e cila mund të verifikohet akoma më mirë në rastet kur ka rreshje të mëdha. Ajo pamje që ishte në afërsi të hyrjes së tunelit tregonte rreshje shiu që kishin depërtuar në brendësi në një hapësirë. Gjithsesi, siç thatë edhe ju, ka nevojë për një ekspertizë shumë të thelluar se cili është motivi dhe cila është pjesa e konstruksionit të saj dhe dëmet që mund të ketë. Për sa i përket analizës, kjo nevojitet në mënyrë emergjente që të paktën të shikohet mundësia nëse do të konstatohet pjesa e problematikës, nëse do të mundësia për të ndërhyrë. Ndërsa për sa i përket
fashës së malit që ju fola pak më parë, nuk e di nëse keni parë edhe videon kur një masiv i madh mali shkëputet dhe bie mbi rrugë, por gjithashtu dhe nga për sa i përket zonave të tjera problematike që edhe pjesa e lumenjve, pra që ishte edhe lumi Vjos, i cili depërtoi dhe arriti që të hynte në shumë banesa dhe në disa toka, ka bërë që në një farë mënyre të ketë një, dhe mund të them, vëmendje për sa i përket edhe vetë banorëve të vonuar, sepse shpeshherë ne kemi parë që ndërhyet në momentet e fundit nga banorët, por edhe nga ana e institucioneve, që krijohen ato barierat në orët e fundit, të cilat në një farë mënyre duhet të jenë të ngritura dhe në kohë më përpara, ditë më përpara pjesë parashikimeve. Se për shembull, në zonën e Mifolit, 2 bariera lumi i arriti ti dëmtonte, pra i sheshoi. Një barierë tjetër të tretë ishte ajo që arriti ti mbante dhe ajo barierë është vendosur vetëm rreth dikute 7 orë përpara se të afrohej përmbytja deri në atë farë mase. Gjithsesi, në rreth orës 5 të mëngjesit filloi edhe zbritja në mënyrë masive e lumit, ulja e nivelit. Pra, niveli filloi të ulej që prej orëve të mbrëmjes, rreth orës 11 të mbrëmjes, dhe ne kemi raportuar dhe këtë live pjesën e ndryshimit. Pra, gjithsesi, unë duat të fokusohemi pak, Enrik, duat të fokusohemi pak tek pjesa e dëmit. Sa është dëmi në dijenin tënde deri tani? Çfarë është bërë deri tani, sepse ka qenë faza e emergjencës, përmend faktin që është përmirësuar situata për sa i takon rreshjeve dhe tashmë mund të bëhet diçka më tepër, po në pikën që jemi, ka dhe disa statistika, ka dhe disa rezultate. Ku jemi me Vlorën? Ende nuk ka dalë një bilans total, por ditë them që ka sipërfaqe të tëra të mbjellësh, që janë sidomos pjesa, ajo zonë, pra pjesa e Myzeqes së Vlorës, ashtu njihet si zonë, zona e Novoselës, gjitha me radhë janë zona që mbahen me buqësi dhe me blegtori, dhe dëmet janë vërtet kolosale. Mund të them shifrat paktën sipas banorëve janë shprehur që paktën për sezonin që vjen do të jetë një dëm i parekuperueshëm, ndërsa ajo që dua të rrithem është që nëse vijojnë rreshjet, a ka rrezik, këtu është pika. Po, pikërisht, këtë do të thoja që mbas disa ditësh është parashikuar përsëri një sasi e madhe e rreshjesh, është parashikuar përsëri që të ketë një situatë të tillë dhe për këtë arsye nevojitet që masat të merren që në këtë kohë. Ka nevojë për të ndërhyjet, jo të harrohet se kalon në shpeshherë si shumë situata, kaloi halli dhe u harrua, por në rastin konkret gjitha këto situata le të shërbejnë si një pikë e mirë analize që në vazhdimsi mos të ketë ripërsëritje. E theksoj edhe një herë, na ndan vetëm disa orë nga një përmbytje akoma më e madhe. Pra situata mbetet emergjence, dhe pse ka një përmirësim, përsëri është në fije të perit dhe duhet ta ka një plan që po bëhet për të gjithën këtë. Ka nevojë të paktën nga ato që unë kam dëgjuar dhe nga pjesa e ekspertëve, ka nevojë për e para njerë për një forcim argjinature në shumë pika të ndryshme. Sa mund bëhet tani? Janë bërë disa ndryshime. Ka nevojë pastaj për një investim që ky ndoshta është shumë një investim i madh, pasi ka nevojë për ndërhyrje në rrugën nacionale Vlorë-Fier, e cila ka pjesa e lumit është disi e ngushtë dhe ka nevojë për një ndërhyrje që të hapet dhe të bëhet një tip bypassi. Këto janë fjalë të ekspertëve që më kanë shprehur jashtë kamerave, pra duhet të bërë një punë e mirë, pasi dalja e lumit nuk është e kontrolluar gati dot, nuk mund të arrihet dot që parandalohet e gjithë, por ka mënyra për të ndërhyrë. Qysh u bën disa ndërhyrje, për shembull, disa kohë të fundit, është koha që të vendoset dhe të merren masa. Gjithashtu, gjithashtu do të thoja edhe për sa i përket, sepse për shembull është shumë e lehtë për të në disa raste për të ndërhyrë. Për shembull, vitin e kaluar, me këto rreshje shiu, pati përmbytje Vlora brenda qytetit flas masive, ekstreme. Para disa muajsh u bën disa pastrime, disa sistemime dhe uji u tërhoq, që do të thotë që
me një punë me një angazhim të plot mund të bëhen disa ndërhyrje. Vitin e kaluar ne patëm përmbytje me të njëjtat nivele rreshje shiu, domethënë patëm përmbytje masive që edhe në këto pika unë ngrës alarm që të ndërhyjet sa është në kohë, pasi në paktën pas 2 javësh priten rreshje shumë të mëdha. E kuptova. Mirë, Enrik, nga të gjitha zonat ku ke qenë, me gjithë banorët që ke kontaktuar, të lutem më sill një histori njerëzore, çfarë të ka bërë më tepër përshtypje, përmbledhur, të lutem. Ku ke parë situatën më dramatike, ku e ke parë situatën më keq dhe si gazetar të ka bërë përshtypje nga herët e tjera që ka patur përmbytje? Pikë pari njerë do doja ta nisja me një thirrje, ndoshta edhe për banor, po dhe për institucione. Janë 3 familje që janë në këmbët e urës. Mbyten gjatë gjithë kohës, përmbyten në çdo lloj rreshje më të vogla. Duhet të gjendet një zgjidhje sa më parë, ndoshta edhe nga vetë ata, ndoshta edhe vetë nga institucion. Kjo është e para. Ajo që më ka prekur, mund të them, kam parë disa banor të cilët duke qenë që rreziku i jetëve njerëzore nuk është se ishte i madh, por kanë rrezikuar veten e tyre dhe për të ndihmuar dhe për të shpëtuar kafsh. Kam filmuar dhe kam kontaktuar me banor të ndryshëm, të cilët ishin edhe qytetar, pra ishin dhe banor, ishin dhe pjesë të institucioneve që kanë shkuar, kanë marrë kafshën në mes të ujit, vetë futur me kam gjitha. Janë ca gjëra që të paktën japin më shumë se sa pjesës së ndihmës, japin edhe disa mesazhe shprese që mund ta quajmë kështu. Ndërsa edhe pjesa tjetër që më ka prekur disi ishte duke qenë që mendohej që kishte një situatë si të vitit 2015, pati u hap konvikti, gjitha me disa masa mon, por shumë qytetar në rrjetet sociale, duke menduar që do bëj në thonjë zanami me pjesën e përmbytjeve, lëshuan apelet në rrjetet sociale për duke treguar dhe pjesën solidare që ne kemi si qytet, sepse ne si qytet e keni parë, ne jemi edhe pjesën e budh dhe jemi sensibël, por edhe pjesën agresive si në rastin e problemit me ujë që u ngrit gjithë qyteti. Po ky agresiviteti, Enrik, në momentet që shkojnë ministra apo shkon drejtor, aty se po e diskutoj edhe me Osmanin në studio pak më parë, dhe komunikojnë me aq sa thuhet se komunikojnë me banorët, si mirëpresin banorët, e shfaqin irritimin që nuk është bërë ajo që duhej bërë dhe prandaj janë në këtë situatë që ndodhen me përmbytjet? Shikoj, se vlonjatët këtë duhet ta kenë apo jo? Të paktën sensin e reagimit. Ju e pat reagimin në teatrit. Në teatr nuk u shkua për të dëmtuar artistët. Në teatr u hapën dyert, u shqyen dyert, domethënë sepse pritet që të takoheshin, pritet që të replikonin, debatonin me drejtues, me politikan, të cilët në atë rast ndoshta e kishin marrë informacionin edhe nuk gjendeshin. Pra nuk kishin në një mbrëmje gala, nuk ishte politikan. Kjo është me ndisi e çuditshme, po jo vetëm e çuditshme, se edhe qyteti në atë kohë kishte atë lloj situate, por pra reagimi dhe agresiviteti u treguan në atë lloj forme, por edhe në paktën ka pasur edhe raste që kërkesa e llogarisë nga ana e banorëve është Vlora ka reaguar. E kuptoj. Mirë, të kisha në kushtet qeta sot drejt për të dhënë disa informacione që i ke mundur t'i grumbullosh dhe t'i mbledhësh nga tereni. Enrik, uroj shumë që të vijoj situate qetë në mënyrë që të punohet, por gjithsesi mbetet risk i madh, ai që përmende me pjesën po të shtohen intensiteti i rreshjeve, kështu që herën tjetër do të komunikojmë nga tereni. Në mes të lagështirës, kështu që sot duke qenë që është situata e qetë, si shtash, edhe një problematik ishte zblokuar aktualisht aksi rrugor në Llogara, ka vështirësi kalimi, kështu që shpresojmë që situata të ketë një, mund të them, mos të kemi një situatë shumë problematike në vazhdimsi. Urojmë. Faleminderit shumë për lidhjen e drejt për drejt. Faleminderit dhe juve. Mirë, kemi edhe rreth 7-8 minuta Osman, kështu që do t'jemi bashkë në bisedë. Ke kaluar shumë kohë që ke qenë në përmbytje, në terren, ke ndjekur situata nga afër, ke parë histori njerëzore pa fund.
çfarë dallon këtë herë nga çdo herë tjetër? E kam bërë këtë pyetje edhe për meteorologët, e kam bërë këtë pyetje edhe për ekspertët, për kuptuar më tepër se situata duket sikur është një emergjencë totale këtë herë. Por, ndoshta ndodh kur sapo përballemi me një situatë të tillë. Gjithsesi, nuk e di, me kontaktin me terrenin, si e ke parë? Unë kam raportuar vite më parë nga zonat përmbytura, siç kanë qenë pjesa e Lezhës, e Shkodrës, zona e Torovicës, Velipoj e tjerë, por këtë herë më bëri përshtypje pra deklaratat e banorëve të cilët deklaronin se në këto 30 vite nuk ishin përmbytur asnjëherë. Pra në momentin që si pjesa e Rushkullit që përmende. Pra ky është ndryshimi. Se për shembull zona e Torovicës edhe këtë herë ishte e përmbytur, të mbjellat, shtëpi që kanë qenë aty tek pjesa e Ulësirës, jo në Kodër, që kanë problematika, por këtu më deklaronin njerëz me përgjegjësi, sepse një njeri nuk ka pse vjen aty dhe thotë është hera parë që më ndodh. Pra, 25-30 vite që nuk ka ndodhur një përmbytje që nga momenti që kanë ndërtuar shtëpitë e tyre. Dhe ky argumenti që se e dëgjoj shpesh herë, ore patjetër mos Shqipëria ka pas probleme dhe ka probleme goxha të mëdha me ku po ndërtohet. Por për këto shtëpi të cilat nuk janë përmbytur në 30 vite, ka një problem. Sepse po t'ishin përmbytur dhe kanë ndërtuar në një zonë ku përmbytet, do ishin përmbytur vit pas viti. Ne kemi pas përmbytje edhe në zonat e Durrësit të herë tjetër, nuk është hera e parë. Pra Erzeni ka dalë edhe herë tjetër nga shtrati, por nuk ka dalë si këtë herë. Pra çfarë nuk ka shkuar? Një pjesë e banorëve thotë që pra grykderdhja e Erzenit është ngushtuar nga pemët dhe mos pastrimi i grykderdhjes së këtij lumi. Pra ka element që kanë ndihmuar të gjithën që situatat shkojnë pastaj unë nuk mendoj se edhe në Durrës njerëzit teksa po dalin protestë për të luftuar kundër natyrës dhe kundër asaj që e konsiderojnë ata kundër Zotit. Ata dalin kundër papërgjegjshmërisë dhe tashmë këtu duhet fitojnë qytetarët fuqi tek ajo çfarë ata shikojnë. Pra ti kishe velirën Durrës, sa milion euro, sa lek kanë shkuar aty dhe vajti t'u bë vask ujë. Pra, domethënë ty të duket dhe shikon me sytë e tu papërgjegjshmërinë. Pra, por të kesh, pra të jemi një vend i cili rrezikon të përmbytet, pra ato zona dhe mos marrësh masa për të pastruar, mos marrësh masa për të zhbllokuar gjitha kanalet pra të cilët të ndihmojnë që të mos bëhen këto përmbytje. Mos të marrësh masa sepse kishe kanale domethënë një hapësirë rreth 4 metra dhe fund fare kishe një tub aty me një diametër diku rreth 1 metër. Çfarë do bëj ai aty? Normalisht do kaloj ujin nëpër zonat për të përmbytur pjesën tjetër. Nga e gjitha kjo, dhe këtu s'kam parasysh banorët, pranim faj ke parë? Sepse po nuk ke pranim faj. Jo, sepse vetëm një kryetar bashkie pashun që kishte një status, po edhe më pasur po nuk ke pranim faj. Nga autoritete, nga qofte dhe më gjeti mua një kryeministër ku do në botë, pra nuk po them as në rajon, as në Europë, po ku do në botë, që bëhen përmbytje dhe publikoj aty dhe thotë ja, kanali. Po mirë, po këto drejtorët e tjerë jashtë kamerave të paktën e thonë, e pranojnë për situatën? Shiko, vetë personat të cilët pra janë të institucioneve lokale dhe e shprehin dhe thonë këtu nuk është pastruar ndonjëherë. Ore, pra, për të kuptuar është pastruar apo jo një kanal, po mjafton të shkosh në atë zonën sepse ti kupton që aty po që me ferra, po që me barishte, po që domethënë normalisht që është e bllokuar dhe ai kanali nuk tërheq. E për këtë arsye do bëhet edhe ajo se të bësh një zonë domethënë të gjithë ajo sa e madhe është, pra të mos pastrosh kanalet, të mos pastrosh dhe mos ndikosh tek lumi i Erzen për të hapur grykderdhjen siç thon banorët. Etj, por normalisht do ndodhë kjo situatë. E çfarë pasojë ka kjo? Këta njerëz tashmë kanë humbur shumë. Pra i ka kushtuar kosto miliona lek kjo përmbytja. Sidomos ndëme pastaj edhe tek ajo ara që kanë për llogaritje dëmi apo edhe akoma nuk është bërë sepse janë shumë subjekte, janë shumë pra si biznese, si banesa, si pastaj ke këto të mbjellat e ke blegtoria, këta nuk përfshihen fare, aty çfarë ke humbur. Normalisht nuk përfshihet fare. Nga gjitha zonat që ke parë dhe pikat që ke qenë, nëse kemi një shtim të intensitetit rreshjeve, ku është situata problem në Shkodër. Pra është emëruar që ka një rritje të nivelit të ujit, sepse ende Shkodra nuk ka... Gjithmonë ka qenë problem për përmbytjet, por këtë herë pak u ndje. Apo ishte Durrësi dhe Lezhë që ishin më problem? Pra deri tani kanë qenë Durrësi i parë i problematik, pjesa e Vlorës, pjesa e Lezhës, Shkodra Gjirokastra që nuk e kishin parë ndonjëherë atë lloj situate. Plus pastaj do shikohet dhe do monitorohet situata në Shkodër, sepse patjetër që
për mua buna është një lum i cili nuk i besohet, por edhe pjesa tjetër, domethënë e shkarkimeve që aty ndodhin. Por një pyetje Osman, tendera për pastrimin a janë bërë? Po më duket, nuk e di kur pash një artikull, më duket të kryeministrit, nuk e di sa milion euro kishin shkuar për pastrimin 2025-ën. Kanë shkuar, se duket, është mjaft e qartë. Fajin e ka shiu, asnjëherë faji është jetim në Shqipërinë tonë. Ne shkojmë tek spitali onkologjik, bëjmë batuta me njerëzit, shkojmë tek, sepse ishte edhe pash një deklarat kryeministrit Rama ku ishte pyetur për sigurinë e tunelit të Llogaras. Ka një element Nisida. Del nga komunikimet aty që thuhet që shikose mjerëta njerëz si do kalojnë pret tek ai tuneli. Edhe një gazetar ngrihet dhe çoti thotë zoti kryeministri, thotë është kjo. Dhe kryeministri të përgjigjet me ironi thotë që aty nuk kemi hekur, por kemi bar, ti kupton seriozitetin e këtij shteti që çdo gjë është bërë gallat, çdo gjë është bërë batut, edhe ta haj kush ta haj se edhe Zoti na rujt. Me një pyetje tjetër dua ta mbyll tani, për ata që punojnë, për ata që kanë punuar në fakt ditë-natë në kushte emergjence, kanë tërhequr vëmendje edhe disa foto janë bërë virale të makinave të përmbysura të ushtrisë. Çfarë mund të themi për këto situata? Duke patur parasysh edhe puna atyre njerëzve që janë aty dhe nuk e kanë iden se çfarë bëhet, çfarë është bërë, por po intervenojnë. Tani, aty e kishe, pra nuk e kishe një zonë që ti kishe një kanal me ujë. Pra ti e kishe, pra kur rrije në rrugë, kishe një lartësi ujë deri tek pjesa e brezit, deri te pjesa e barkut. Tani, si mundet një ushtari cili është nga, nuk e di, nga Tirana, nga Elbasani, nga Korça, nga Kuksi, nuk e di se çfarë, që përket forcave të armatosura, teksa ngjet një makinë të tillë të di ku është rruga. Pra ai ka aty një pellg me ujë që nuk di as ku është kanali, as ku është puseta që është e hapur, edhe realisht të paktën, se opozita i përdori ato foto për të sulmuar shtetin dhe ku është shteti, por unë do të shpreha një falenderim të paktën për të gjithë ushtarët të cilët janë angazhuar, ata janë pa faj, nuk kanë lidhje ata me idenë që ata po shkojnë aty për të përfaqësuar shtetin. Ne kemi parë që në zjarrin verë ata shkojnë për të fikur zjarrin me lopata e me hunje, me çfarë ata kanë, me çfarë u japin. Pra në kushte skandaloze dhe as pak profesionale. Në dimër, pastaj përballen me përmbytje dhe janë këta të cilët shkojnë, bëjnë evakuimet, shkojnë këta për të marrë të moshuarit, të prindër me fëmijë të vegjël, sepse i kanë parë vetë, domethënë. Dhe më ka ardhur goxha keq sepse në disa momente edhe nuk vlerësohen siç duhet. Të paktën me disa që kisha komunikuar unë ishin edhe pa ngrënë disa orë. Po, e qartë. Pra, domethënë ata ishin gjatë gjithë kohës në terren, edhe ishin edhe pa ngrënë. Pra, ishin histori të cilat mi kanë treguar në vetë parë. Normalisht nuk mund të flisnin publikisht se përveç se nuk u lejohet, kanë frikën edhe të eprorëve, hakmarrjeve etj. Këtu duhet të qëndroj pak dhe me këto ta mbyll. Në postimet, në statuset, në rrjetet sociale që çahen në fakt në këto raste, zyrtarët thonë jemi gjatë gjithë kohës në gatishmëri të plot. Nga terreni e ke parë këtë? Jo, kemi një tjetër dhe është realisht shumë qesharake. Kemi situatën nën kontroll. Ndërkohë ti ujin dhe pra shtëpit i ketë përmbytura. Uji që nuk e di se çfarë merr përpara. Tani situata në kontroll, gatishmëria i ke parë? Realisht, në situatat kritike ku unë kam qenë, pikën e lidhjes nuk kam parë me situatën në kontroll, edhe nuk e di, jemi nga gatishmëri e më thetë tash. Pra, një kontrast i terrenit me ato që ka shkruar në zyra. Fotografit i kanë bërë shumë bukura, propaganda është për të bërë mashallah. Ironike kjo. Osman, faleminderit shumë për gjitha informacionet dhe shumë sukses në punën tënde, si gjithmonë shumë e frytshme. Faleminderit. Mirë, ishte ky emisioni kjo javë për këtë çtund të nderuar shikues, teksa kemi ndjekur edhe lidhjen e drejt për drejt takimin e Salianit në Korçë me Osman Stafën që prej fillimit kemi folur për përmbytjet, kemi dhënë disa informacione, fakte interesante nga terreni, por edhe histori njerëzore treguara nga Osmani këtu në studio, sikurse edhe në një lidhje drejt për drejt me kolegun Enrik Mehmeti nga Vlora. Por çfarë ndodh nëse do të ketë një shtim të intensitetit të rreshjeve të shiut. Kjo mbetet për të parë, sepse situata aty as pak që nuk do të jetë në kontroll. Po lutim Zotin që mos kemi një situatë tillë. Gjithsesi do përcjellim çdo informacion të fundit këtu në News 24. Ritransmetimi është sot në mbrëmje, gjithashtu edhe nesër në mëngjes. Në rrjetet tona sociale mund ta ndiqni për gjithçka tjetër në Facebook, në Instagram, si edhe në YouTube, në kanalin ton zyrtar në YouTube News 24. Albania aty gjeni edhe emisionin kjo javë. Në balkanu.com për çdo informacion të minutit.